Ish kryebashkiaku socialist Elvis Roshi është një personazh i cili doli nga politika rreth 8 vite më parë pas ligjit të dekriminalizimit që u propozua nga Partia Demokratike. Roshi u rikthye në skenën politike në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, të erë jo krah Ramës, por në krah të Berishës. Por çfarë e bëri Roshin të rikthehej në politikë krah Berishës dhe kundër Ramës? Me shpjegimin e tij ai tha se po ndihmonte kushëririn Elton Roshi për të bërë deputet. Ai madje ka marrë pjesë edhe në takimet publike. Spak e ka futur sërish në sit Roshin, të herë për krime zgjedhore. Por risjellim në vëmendje edhe një herë që ish deputeti i PS Ben Blushi 8 vite më parë ja tha në sy Ramës që është kërcënuar nga Elvis Roshi. Sipas Blushit, ky kërcënim është bërë pasi kryeministri Edi Rama po mbron kriminalët dhe mban pushtetin me ta. Në kuvend ish deputeti socialist i ka bërë pyetje Ramës duke i thënë që të dalë dhe të thotë si e ka emrin Roshi, Ervin apo Elvis. Me që ka ardhur sot kryetari i Rilindjes, kam një pyetje direkte. Si ka mundësi që kryetari i Bashkisë së Kavajës, si ka mundësi që ka harruar se për çfarë është ndaluar në Gjermani? Tani do lexoj një mesazh që më ka ardhur. O Blush, jam Elvis Roshi. Unë nuk kam bërë asnjë krim. Siç thatë ju dhe shumë shpejt do dal për sqarim të publikut, por borxh nuk të kam ty. Sa të kem qytetin e Kavajës që më mbështet. Pika. Etj. Ka disa sharje që po ja kursej publikut pasi e neveris. Kam një pyetje për ty Rama. Ky e ka emrin Elvis apo Ervin? Kush është ky që më çon mesazh, sepse ti thua që e ka emrin Ervin, ai thot Elvis. Ky e ka numrin 069 677 70. Kush është ky, Elvisi apo Ervini? Sepse ti shkon në fushat dhe thua sa mirë që e ka ndërruar emrin ky Elvisi. Pati një problem si të gjithë emigrantët dhe ndërroi emrin. Shkon Ervini në KQZ, si shkon si Ervin apo si Elvis? Dhe pyetja që kam për ty është, pse po janë nxin faqen këtij vendi? Ku e ke këtë aftësi për të grumbulluar kaq shumë të paaft? Roshi më çon mesazh duke më sharë dhe kërcënuar. Qeniet si Roshi janë të neveritshme. Rama po e mban pushtetin me kriminal, ke ngritur llumin në piedestal. Pse po janë nxin faqen vendit? Si e ka emrin Roshi, Ervin apo Elvis? Në gjithë vendin ke vendosur njerëz me precedent penal, po terrorizojnë qytetet me këta njerëz që kur shkojnë në KQZ thon jam dënuar si jam dënuar. Thuaj në denoncimin e Blushit në kuvent pikërisht 8 vite më parë.